Ndajti mi 200 orë pa fjetur gjumë dhe ajo që i ndodhi trurit të tij është absurde. Bile unë do të shtoja që është një çmenduri. Dëgjojeni me vëmendje këtë informacion, bile dëgjojeni deri në fund dhe do dëshiroja një komentin tuaj sepse shumë prej jush ose mirë shumë prej nesh e neglizhojnë gjumin dhe informacionet që do merrni sonte janë vërtet themelore. Bile edhe vetë shkenca nga ajo ngjarje që ndodhi vite më parë mori informacione të vyera që ju deshën ndër vite. Kush është rasisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që jemi sërish dhe ju falenderit Shqipe që jemi për bashkë. Sigurisht falenderit. Ishte viti 1959 dhe një tip radiofonik, një speaker radiofonik i quajtur Peter Tripp bëri një eksperiment. Ai dëshironte që të mblidhte disa të ardhua financiare për një kauzë që ai kishte përqafuar, që donte që ta ndihmonte këtë çështje dhe u fut në një studio transparente, ku aty do të qëndronte pa gjumë. Kjo për të tërhequr publikun, pra njerëzit, në mënyrë që ata të mund të jepnin bakshishe ose të gjente dhe investitor të mëdhenj për kauzën që ai kishte përqafuar. Dhe Peteri tha që do qëndronte pa gjumë dhe kërkoi ndihmën e ekspertëve, psikologëve, mjekëve etj. Ishte një ekip fantastik. Thash ishte viti 1959. Dëgjojeni me vëmendje sepse është për të mirën tuaj. Kemi dëgjuar shpeshherë që njeriu jo mund të flë 5 orë gjumë, 3 orë gjumë, apo duhet ta gjeni kohën që të flini gjumë aq sa duhet. Dhe dëgjojeni me vëmendje. Pra ai filloi Peteri që ditën e parë që të mos flinte gjumë. Ditën e dytë le të themi që pati disa luhatje, por ata, pra ekspertët mundoheshin që ta zgjonin dhe ta mbanin zgjuar. Ndërsa ditën e tretë Peteri pati le të themi një kolaps, si mund të quhet. Dhe kush ishte kolapsi? Ai pas ditës së tretë u fut në gjendjen REM, i zgjuar. Pra teksa ishte i zgjuar, ai ëndrronte. Nuk është një fantazi, kjo ndodhi vërtet. Pra është i vetmi eksperiment i kryer ndonjëherë në jetën njerëzore të njerëzit, për ato çka njohim, për ato që janë bërë publike, po flasim, se mund të janë bërë eksperimente sa doni në fshehtësi, që të kuptojmë thash se çfarë ka ndodhur me trurin e njerëzit, që insiston që ta lë trurin pa gjumë. Dhe në ditën e tretë, siç e thash, pas ditës së tretë ai filloi që të kishte halucinacione. Pra ai në gjendjen REM, tamam sikur njeriu të flinte, ai shikonte çdo gjë në mënyrë virtuale. Si mund të quhet? Pra i riprodhonte truri ose i riprodhonte subkonscienca, pra në ndërgjegja. Çfarë ndodhi? Gjën e parë që ai pa, sepse ç'është e vërteta e shoqja e tij tregonte që e Peterit tregonte që ai kishte një fobi të merimangave. Dhe çuditërisht gjatë kësaj periudhe, pra të momentit REM, ai pa që lëviznin këto merimangat në për dysheme. Të gjithë njerëzit që ishin aty, sepse ai mundohesh që të ngrihesh në këmbë, e mbanin e ulin me forcë, jo se nuk është e vërtetë, sado që donin që ta bindnin, ai kujtonte se ishin disa qenie. Në fakt, pas këtij fragmenti, ai kujtoi, sepse ishte një nga mjekët që shkoi aty dhe i bëri një shiring tjetër, një nga mjekët që ju afroi, ai mendoi se ishte një demon. Bile nuk mbaron këtu, sepse sapo filloi që të kishte këto halucinacionet, në një moment caktuar mendoi që sepse bënte shumë vap. Ç'është e vërteta, brenda kësaj studioje kishin krijuar një temperaturë, le të themi konstante. Mirpo, truri i tij fillonte që të riprodhonte disa imazhe që nuk ishin reale. E megjithatë, me imazhet që krijonte truri, ai, me fjalë, në trurin e tij duke sikur ai ishte po DJ. Fillimisht sikur ishte në plazh, pra në anë të detit, sepse trupi i tij tregonte, filloi që të nxehej fort. Dëgjoni se ka surpriza të bukura në fund. Dëgjoni me vëmendje. Dhe filloi që të kishte, thoshte po digjem, pra në diell, se kujtonte se ishte në diell. Pastaj me imagjinatën e tij, ai shkoi tek shtëpia që kishte me të shoqen e tij, në një shtëpi në vere, pranë detit, dhe aty kur u fut u mori flak guzhina, pra në mendjen e tij, dhe ai filloi dhe u dogj. Dhe ditën e 4 ose ditën e 5 një gjë e tillë, Peter Tripp doli jashtë nga kjo studio, pra nga studio transparente me të vërtet, doli jashtë dhe ishte nudo, sepse nuk kujtonte se po DJ.
Pra të gjithë njerëzit e panë dhe menduan çfarë është kjo. Në fakt e morën, e mbajtën me qetësi, i bën disa shiringa të tjera, e qetësuan, derisa ai u qetësua totalisht. Në momenti që përfundoi, pra pas 200 orëve rresht pa gjumë, ai, sepse treguan edhe të tjerë historitë e tij, janë shumë nga këto, po unë tregova vetëm esencialen, sepse në fund duhet të tregoj diçka tjetër, akoma më të rëndësishme. Pra për sa i përket gjumit, juve. Dhe si përfundim, Peteri e mbaroi testin, pra bëri mbi 200 orë pa gjumë, por ndodhi diçka. Sepse ditën tjetër, sa po e quan që ai të qetësoj dhe të flinte, fjeti mbi 24 orë. Top, pa lëvizur fare. 24 orë. Bile gjatë këtyre 24 orëve që ai fjeti me të vërtet, gjithë dysheku me jastekët edhe çarçafët u bë ujë në djers. Pra, aq shumë emocione, aq shumë forcë kishte mendja, që kishte nevojë për këtë gjumë, sa që i krijoi këtë qetësi absolute. Kaq shumë sa që mendohet që nëse nuk do të ishin prezent mjekët, ai mund të humbiste edhe jetën. Pse? Sepse është si një lloj gradi, ato gradet e temperaturës. Nëse jemi në gradën 0 dhe ti rrit apo e ul temperaturën, kjo është ajo që ndodh me trupin. Pra trupi ynë, për shembull, nëse shkon në minus 35 gradë, i ndodhin probleme të tjera. Ndërsa nëse i rritet temperatura, janë të tjera probleme. Çdo të thotë kjo, trupi, me fjalë truri, me qenë se kërkonte që të flinte gjumë, pikërisht nga ai moment që ti e çove në tokë, sepse ti nuk i dhe gjumë për 200 orë, në momenti që ti shkon dhe fle, ai mund të fik trupin. Pra fike truri, fike trupi. Kjo pra i ndodhi Peter Trip. Por prisnin sepse nuk mbaron me kaq, ka surpriza, ju thash që ka surpriza. Ç'është e vërteta, pasi ai mbaroi testin, askush më nuk e njihte Peterin, as gruaja e tij dhe as fëmijët, sepse nuk kishte më Peteri më parshëm. Kishte pothuajse 90% me një fjalë të jo ekzistencës së Peterit të mëparshëm. Pra është njësoj sikur një njeri një njeri që jeton me ju, të shkoj deri diku dhe të kthehet dhe ju mos ta njihni. Pra njihni vetëm trupin e tij, por mendjen e tij nuk e njihni fare, sepse nuk ka lidhje fare me atë njeri që ju njihni dikur. Pra e njëjta gjë i ndodhi dhe Peterit, psoi një mutacion drastik. Por nëse pson në tru, e pson edhe në trup. Në fakt, kjo që i ndodhi që me kalimin e kohës, Peteri vdiq në një moshë, le të themi që me kalimin e kohës vdiq. Tani, dikush thotë që nuk ishin këto shkaqet që i krijuan probleme. Megjithatë, le ta lëm në atë arenë e mistershme. Por do t'ju them, sepse ju thash që në fund fare do t'ju tregoj edhe për histori të tjera. Duhet të dini që ka njerëz në botë, ka 2-3 njerëz në botë që unë njoh, bile është dhe njëri këtu nga Roma, njerëz që nuk flen gjumë. Mirë, po ky është një problem i gjeneve të njeriut dhe i trurit të njeriut, që në një moment truri krijon një blackout dhe e detyron trurin me një fjalë që sikur të, sepse ne kemi është një lloj shkëputje, një switch off, switch on, e kemi në tru. Dhe çfarë ndodh kjo? Në momentin që ne shtrihemi, futemi në rem dhe fillojmë që të ndërojmë dhe flem gjumë. Pra flem gjumë dhe ndërojmë. Mirë po, këta njerëz, pra këta që nuk e kanë këtë, është sikur ky switch off të jetë prishur dhe të jetë gjithmonë i takuar. Çdo të thotë kjo, që këta njerëz nuk kanë nevojë për gjumë, nuk e kanë problem fare, sepse është vetë truri që ka krijuar këtë statusin. Por në qoftë se ti do ta sforcosh trurin, për çdo lloj gjëje kjo, por le të themi tani për sa i përket gjumit, ti do ta shkatërrosh ata. Ndaj dhe është e këshillueshme nga të gjithë psikologët, nga të gjithë mjekët, nga të gjithë specialistët, që juve, njeriu duhet të paktën të fle nga 6 deri në 8 orë në mbrëmje, jo gjatë ditës, sepse cikli biologjik është nga ora 12 e natës në orën 7 mëngjesit. Ky është ose më mirë nga ora 11 deri në 6. Pra
Ky është cikli biologjik i trupit dhe trurit të njeriut. Dhe në qoftë se ti i anashkallon këto rregulla, atëherë truri do fillojë që të ketë probleme. Çfarë do thotë kjo? Me kalimin e kohës krijohen probleme në trup, krijohen probleme në trup. Kështu që gjumi është themelor dhe ashtu siç edhe të tjerë si uji, si ushqimi, si çdo gjë. Pra është themelor. Ndaj dhe duhet të respektuar ashtu siç duhet. Dhe doja t'ju pyesja juve, sa orë gjumë flini ju? A flini 7 apo 8 orë gjumë? Duhet me se s'bën që të flini. Dhe në qoftë se keni turne, është mirë që kush është pranë jush, familja, burri apo gruaja apo kushdo qoftë apo dhe fëmijët, duhet që t'ju respektojnë, që ju në momentin që nuk flini, momentin kur flini, duhet që mos të bëjnë zhurmë, në mënyrë që ti ato orë të paktën ti konsumosh në gjumë, sepse zakonisht gjumi i ditës është shumë i lehtë dhe njerëzit zgjuhen. Zgjohen sepse nuk është si gjumi i natës. Gjumi i natës është ai kryesori. Ndaj ju thash që kjo është vlen për ata që janë në punë me turne, por unë po them në përgjithësi, gjumi i natës është themelor. Tani pres komentet tuaja sa orë flini ju natën dhe nëse keni probleme gjatë gjumit, se ka dhe njerëz që kanë probleme. Le ta diskutojmë këtu së bashku sepse padyshim ka dhe ekspert. Njëkohësisht do përgjihem dhe unë nëse shikojmë që nëse jam i aftë që të përgjihem. Natën e mirë të gjithëve, kalofshi bukur.